Ish presidenti Ilir Meta I ka drejtuar një letër kryetares së Komitetit Shqiptar të Helsinkit në lidhje me trajtimin e tij në burg, nga lëvizjet e tij brenda burgut dhe deri te kushtet e përditshme. Ish presidenti Meta ka paraqitur vazhdimisht ankesat, të cilat u konfirmuan sipas tij vetëm pas vëzhgimit të një përfaqësuesi nga komiteti. Ju falenderoj se vetëm pas konstatimit nga ana e përfaqësuesit tuaj se në tualetin e kësaj qelie nuk kishte drita, menjëherë erdhën elektricistët dhe I vendosën, pasi këtë punë nuk I lejonin ta bënin. Unë bëj vetëm një herë në ditë ajrosje, ndryshe nga 500 banorët e tjerë të JVP-s Jordan Misja, dhe këtë e din dhe e shohin të gjithë këtu përveç këtij shefit të policisë. Po kështu duhet të dini se edhe sot e kësaj dite, edhe pse kam kërkuar zyrtarisht, edhe përmes avokatit tim, ende nuk na është dhënë vendimi zyrtar se përse jam dënuar unë nga Komisioni Disiplinor I JVP-s Jordan Misja që në fillim të korrikut 2025. Kreu I Partisë së Lirisë thekson se ende nuk ka marrë një sqarim lidhur me ndëshkimin disiplinor ndaj tij, si dhe bllokimin e vizitave.